Ndonë se ishte i vendosur në rendite, propozimi ligji për veçeverisje lokale përsëri u t'i kalua dhe nuk u nxorë në votim. Sot deputetët diskutuan dhe votuan vetëm një pikë. Kjo irritoi Frontin Evropian. Siç duket, kjo seancë që u përcaktua ditën e djeshme, nuk e di çfarë ishte urgjenca për një pikë të vetme të vim 120 deputet në kuvend të bëjmë të gjitha ato shpenzime rrugore për cilat shpeshherë marrim kritika, e aq më tepër që për sot është përcaktuar karavani parlamentar në qytetin e Tetovës. Propozimi ligji për veçeverisje lokale në fakt do të duhet të pres edhe shumë kohë, pasi për të kaluar nevojitet edhe shumicë të badenterit, gjë që shumica parlamentare për momentin nuk e ka. Koordinatori i grupit parlamentar të Vlen Bekim Qoku për Alsat shpreh se me këto ndryshime ligjore nuk rrezikohet numri këshilltarëve, por se ndryshimet bazohen në ligjin aktual nga viti 2002. Opozita BDI-a kryesisht manipulon me këtë në emrin e këtij parimi, sidomos sa i përket ligjit për veçeverisje lokale, sepse në këtë ndryshim propozim, pra këtë propozim ndryshim plotësim ligj, sepse ligji ekziston nga viti 2002 për veçeverisje lokale, kam punuar ekspert nga gjitha etnitë, pra ka pas edhe profesor dhe ekspert shqiptar, me cilët ne kemi kontaktuar dhe nuk kanë vërejtje në këtë ndryshim propozim ligj. Qoku mohon të jenë ndarë qytetarët në rezident dhe jo rezident në ndryshimet e propozuara, thotë se qytetarët nga Mërgata janë mashtruar duke u regjistruar online. Kjo është edhe një mashtrimi dhe propaganda që po e bën BDI-a, nuk figuron në asnjë pozicion në ligj termat rezident dhe jo rezident. Pra në këtë të njëjtin propozim ligj nuk ekziston kjo ndarje, pra nuk ka asnjë nen, asnjë paragraf të nenit ku përmendet kjo ndarje. Nga Fronti Evropian nuk e kanë ndërmend të mbështesin këtë propozim ligj, madje dje në pyetje deputetësh, deputetja Ilir Dauti kërkoi që e njëjta të tërhiqet mbrapsht, sepse siç tha, kjo mund të çojë madje deri në përjashtimin e Mërgatës nga listat e votimit. Ndaj kësaj kërkese, kryeministri Kristian Mickoski doli me një ofertë të re, që Maqedonia e Veriut të bëhet me vetëm një zonë zgjedhore. Ish kreu i kuvendit Talat Xhaferi ditë më parë kërkoi që të gjithë deputetët shqiptar të tërhiqin nga ky votim dhe të pamundësojnë ndryshimet. Propozimi ligji parashikon jo vetëm rregullimin e statistikave demografike, por edhe referendumin për largimin e kreut të komunës, mundësi që aktualisht nuk ekziston me ligjet që ndodhen në fuqi.